Përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tyron Alilin në një mini podcast. Në një monologun tim që unë dua ta mbaj rreth ngjarjes që ndodhi ditën e sotme në Shqipëri, që një polic në detyrë humbi jetën dhe u bë dëshmor i kombit. Familja me kolli ditën e sotme nuk e pati një ditë të lumtur. Në fakt, kjo familje lumturinë e kishte mbajtur si me zor. Por atë që ta çon Zoti, duhet edhe ta pranosh. Kur e ke nga Zoti marrjen e jetës së fëmijës, edhe mund ta qetësosh pak shpirtin. Por kur të ndodh nga dora e njeriut, është pak më e rëndë. Fillimisht një herë dua të shpreh ngushëllim